Rritja e eksporteve dhe rënja e importeve janë trendi aktual që po vihet re gjatë këtij muaji në portin më të madh të vendit, ku evidentohen dhe hyrje dhe daljet më të mëdha të mallrave. Kjo diferencë pritet që të thellohet duke parë trendin aktual të fluksit të mallrave gjatë këtij fundviti, ku ka një rritje të mallrave dhe produkteve për festa. Ndërkohë, duke ju referuar dhe statistikave zyrtare portuale të 11 muajve të këtij viti, janë përpunuar 37.000 ton mallra më shumë se sa në njëjta periudhë e vitit kaluar. Nga të dhënat statistikore të Autoritetit Portual të Durrësit, mësohet se gjatë 11 muajve të parë të vitit, në kalatat e portit janë përpunuar afro 3.284.000 ton mallra gjithsej. Ndërkohë, eksporti i mallrave me anije dhe tragete ka shënuar një rritje prej 26%. Gjatë kësaj periudhe, ka patur një rënje të importeve të përpunuara në masën 14%. Sipas statistikave, 46.8% e mallrave të përpunuar në portin e Durrësit kanë patur destinacione vendet e huaja. Ndërsa pjesa tjetër, 53.2% ose 1.745.000 ton i përkasin importeve. Numri i përgjithshëm i kontejnerëve që janë përpunuar në 11 muaj arrin në afro 102.000 gjithsej, duke regjistruar një rritje prej 21.492 njësi, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2012. Sasia e mallrave të eksportuar me kontenjer arrin në afro 700.000 ton, ose 73.000 ton më e lartë se sa importet e të njëjtit lloj, mësohet nga statistikat portuale të 11 muajorit 2013.